të tjerët ke probleme? Në imazh patjetër duket që është dikush i nënës dhe dikush i njerëkës, dhe unë jam kundër këtij sistemi. Do doja pafund të ishte një sistem 100% i hapur që çdo kush të maste forcat e tija. Dhe unë ndihem jo i penalizuar, se s'mund ta thuash se çmenduri, po dhe unë do doja dija sa mbështetje kam. Por patjetër që kjo vjen me përgjegjësi, sepse sot më janë dhënë 4 deg të Tiranës si drejtues politik. Dhe për ato 4 deg si drejtues nuk janë detyra që një kandidat i listës hapur i ka vetëm për cilat janë këto deg? Keni disa njësi? Po 4 njësi janë koordinimi politik i gjithë njësisë, janë rezultati për çdo qendër votimi në atë njësi dhe patjetër është gjithë pesha mbi shpatullat e mia që ti shpall fitues ato 4 njësi. Por ne jemi me shumë e fat që kemi 37 kandidatë të shkëlqyeshëm që na bëjnë punën dhe më të lehtë për të tërhequr dhe votën personale dhe votën komunitare, sepse Tirana sot nuk është më qytet Tiranë, po është gjithë Shqipëria në Tiranë, dhe patjetër që gjithë kandidatët tanë të komunitetet të ndryshme po na ndihmojnë pafund për të bërë rezultatin që duam. Okej, cila është, nëse për Ramën integrimi dhe drejtësia është kryefjala e fushatës, për ju cila është kryefjala e fushatës? Atëherë, nëse pasaporta europiane është për Edi Ramën, simbolika, për ne është fletoria tek dyqani i lagjes, të zhduket, pra varfëria ekstreme të zhduket. Okej, pra ju po luani me kartën e varfërisë në raport me fushatën? Po s'është kartë, është realiteti. Dakor, po në një farë mënyrë është kur e them kartë për të publikun, pra është një nga kartat, sepse është realiteti. Sot Banka Botërore thotë që 60% shqiptarëve jetojnë në varfëri. Dhe ne do ta zhdukim atë një orë më parë, me një paketë shumë ambicioze për 100 ditët e para. Okej, ju lutem regjia kam dhe tabelën e PD-s që ta ballafaqojmë. Por ajo nuk është Shqipëria madhështore. Pra ajo nuk ka të bëjë me Shqipërinë madhështore se zhduket varfërinë, është një normalizim i situatës. Shtylla e dytë patjetër është të investojmë në kapitale, që do të jetë kapitali në ekonomik, infrastrukturor, energjetik, teknologjik, arsimor, shëndetësor, por kapitali më kryesor është kapitali demografik. Shqipëria vuan nga shpopullimi, ky është një realitet, e dim gjithë në familjen tonë. Nëse ne vazhdojmë në këtë val shpopullimi, po jo vetëm shpopullimi, po ata që kanë ikur ata që do shtonin popullimin, që janë çiftet e reja, ne do vuajmë shumë në të ardhmen. Dhe kryesisht varfëria, popullimi, i gjithë investimi jonë do jetë kapitali. Kryesisht pra janë ato që konsiderohen keq qeverisje palës tjetër, pak a shumë, nëse mund të... Pra, vizioni juaj cila është? Keq qeverisja është një ekosistem. Ja ku është tu paketa edhe mshurisë, 100 ditë e parë, ne kemi thënë... Kjo është pra normalizimi i situatës. I situatës aktuale, po. Shqipëria madhështore kjo t'ju premton shqiptarëve se unë do t'jap 200 euro minimum jetik. Shqiptari duhet ta fitojë atë minimum jetik, por momentin, Banka Botërore thotë që minimumi jetik është 200 euro, ne si shoqëri që duam të shkojmë në BE, duhet të sensibilizohemi dhe të emancipohemi për ta kryer këtë normalizim. Por Shqipëria do jetë madhështore dhe për të shkuar drejt Bashkimit Evropian, momentin që do investojë në kapitale, që do garantojë një të ardhme më të mirë. Sot ne shijojmë akoma nga investimet kapitale para 10 apo 15 vitesh. Kemi elektricitet, sepse janë hapur shumë hidrocentrale private. Nëse s'do ishin hapur ato, ne do vuanim dhe sot e kësaj dite prej dritave. Po Shqipëria është një vend i bekuar nga dielli, nga era, nga lumejt, nga gjitha, dhe duhet ta bëjmë atë investim. Ne vuajmë se nuk kemi një surplus, pra një mbi eksport nga importi, pra një plus. Raporti eksport-import. Ne nuk vuajmë as nga truri, as nga aftësia, as nga gjithë dhe iniciativa e biznesit shqiptar. Pra, këto janë gjëra shtylla shumë kryesore. Ti shkon në Bashkimin Evropian, momentin që e ke eksportin 3 apo 4 herë më të madh se importi. Sot ne mund ta kemi më të madh eksportin, po e kemi në ekonomi të zezë. E kemi në remitanca të krahut punës, apo e kemi në trafikimin e lëndëve narkotike. Ne duhet shkojmë në produkte të tjera. Esiona? Shumë kush që dëgjon Besardin gjën veten për shumë arsye, sepse ne jetojmë këtu bashkë me opozitën, bashkë me mazhorancën, bashkë me socialistët, apo me çfarëdo lloj bindje politike të jemi, i ndjejmë të gjitha ato disavantazhe të qeverisjes apo keq qeverisjes për dikë. Ajo që më kërcet mua është ajo që thuhet me frymën e krijuar nuk e njëjta gjë. Po, pra gjithë këto probleme pse s'kan ngritur frymën po thua. Po, nuk vetëm përshtypja ime është në çdo sondazh i mundshëm që shohim ne tregon një opozitë të dobët mandate për fshirë dhe qarkun Tiranë dhe
Pra në sondazh. Të gjitha ato që kemi parë, të gjitha medet e mundshme. Po, ndërkohë që ajo që shohun, po me siguri e shihni dhe ju dhe të gjithën që jemi këtu, është që opozita qysh në fillim nuk bëri një përpjekje serioze për të bashkuar të gjithë faktorën opozitar. Dhe mungesa e kësaj përpjekje serioze për të bashkuar gjithë faktorën opozitar nuk ka ndezur frymën e një shansit për të aplikuar këtë model që ju premtoni, dhe për sa kohë ju mund bëni programe shumë bukura e mund të merrni këshilltar amerikan, për sa kohë nuk keni bashkuar gjithë faktorën opozitar, dhe kemi të patëm 3 parti që vinë si derivati për çfarë së brendshme të PD-s, që gërmojnë vota brenda jush, ju mund thoni ç'të doni, por për sa kohë nuk krijoni perspektivën e një partie fituese, do ngelin ëndrat bukura për votuesit tuaj dhe për pak elektorat gri që mund t'ju bashkohet, por nuk del një model i aplikuar. Dhe unë shoh problemin pikërisht këtu, tek një te mosbashkimi i faktorit opozitar, 2 te një listë që nuk është një listë inspiruese dhe që nuk del përteja çfarë ka qenë PD-ja ndër vite, që dhe nëse kishim 2 figura, po themi qytetare të reja përfaqësuese si zoti Ali Mehmeti apo zona Tabaku, i keni në atë pjesën e listës ku ndoshta mund të mos fitojnë fare, e do fitojnë ca njerëz që ndoshta dhe ju që jeni kryetari i forumit nuk do dodin të shihnin deputetët tuaj. Atëherë, mund të rri në 3 pika pra. Po, pra fryma nuk është me, pra probleme që ka Shqipëria nuk reflektojnë frymën e opozitës. Unë ndaj në 3 pika. Pika e parë që ne nuk bashkuam faktorin opozitar. Unë kam qenë ai që kam qenë 9 shtator 2021-shit për rithemelimin. E kemi nisur me 3 deputet dhe e përfunduam me 90% të grupit parlamentar. Ne nuk i detyrojmë dot me zor, se nuk kemi atë fuqi trysnie që i detyrojmë me zor. Po kur një nisje që ka nisur me më pak se 5% të grupit parlamentar, përfundon me 90% grupit parlamentar, mendoj që e ka bashkuar në sa të kishte mundësinë gjithë faktorin opozitar. Kushdo që ka ngelur jashtë është një faktor jo i rëndësishëm. Jo relevant, po thua? Për mua po. Okej, pra nuk